Zhegrova, Rahmani e Rashica janë 3 top lojtarët që duhet t'i ndjekin talentet kosovar, të cilët kanë synim majat e futbollit. Po ata janë shembull konkret se si rrihet në futboll prej futbollit Kosovës edhe me sakrificë të madhe, me mund të madh, me angazhim të madh. Këto komente Ismet Munishi i bëri gjatë ndeshjes së yjeve, që organizoi Komuna e Prishtinës me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës, ku morën pjesë edhe treshja sulmuese, që u rrit në akademitë kosovare. Rashica është lojtar kyç në Beshiktashin e Turqisë, Zhegrova tek Lille në Francë, ndërsa Albion Rahmani te Sparta e Pragës në Çeki. Po një ndeshje shumë e qelluar, domethënë një event për çlirimin ditën e çlirimit të Prishtinës. Ai zgjodhi lojtarin e ndeshjes që përfundoi baraz 6-6. Përparim Roma. Paratë mbledhura nga shitjet e biletave për këtë lojë do të shfrytëzohen për bamirësi. Shënjestër.net